Mirdita, jeni me emisionin Fokus në minutat vijues me ju unë Mendu Hysa dhe Berian Mustafa. Kosova përballet me probleme serioze mjedisore të shkaktuara nga faktorë të ndryshëm, përfshirë si ndotja e ajrit, ujit dhe tokës. Këto probleme po ndikojnë në shëndetin e popullsisë, por edhe në në ekosistemin e vendit. Për diskutuar për këtë çështje në studio kemi Agron Demin drejtor nga Instituti Atlas. Zoti Demi, faleminderit që jeni pjesë e studios tonë. Faleminderit që më therët e më datë mundësinë e parë më dalë publikisht për Atlasit. Fillimisht nga grafikonët që kam pa që keni paraqit ju në faqen tuaj në Facebook, është interesante që kosovarët sa herë regjistrojnë veturën paguajnë një taks ekologjike. Realitet nga statistikat cilat ju I keni nxjerr, vetëm në vitin 2019 nga 287 milion të këtyre parave të grumbulluara, nga kjo taks janë investuar në mbrojtjet mjedisit vetëm 23.7 milion euro. Pse do e konsideroni është ky fakt disbalanci ose pse kjo mungesë e investimeve pikërisht për këtë taks? Po ne ndoshta për shkak të imponimit të legjislacionit prej Bashkimit Evropian, ligjet cilat kanë ndikim në ambient, gjitha parashohin ose veprimtaria që ka ndikim në ambient parashet hyra mjedisore. Mirë po tërë ajo shkon në buxhet dhe pastaj përdoret për gjëra që s'kan bëjnë me mjedisin. Edhe për ne ishte çudi për shkak se gjithkohë ka menduar që taksa mjedisore është vetëm kur regjistrohet vetura, po taksa mjedisore është edhe tek veprimtaritë e organizatave energjetike apo institucioneve që prodhojnë energji, edhe veprimtaria e bizneseve të cilat ndotin ambientit. Mirë po, e tëra ajo grumbullohet, po pastaj nuk shpenzohet për mjedis. Dhe ne kena gjitha këto problemet mjedisore, pikërisht për faktin që ndikimin mjedis është shumë I madh, por shpenzimet për mbrojtjet mjedisit janë tepër të vogla. Nëse do të kishte investime reale nga kjo taks, kjo shumë e taksave për mendoj për taksat ekologjike, cilat vjelen nga taksa paguesit kosovar. Nëse do të bëheshin investime të drejtë për drejta nga kjo shumë e grumbulluar, besoni që gjendja në Po me vendosin e filtrave në Kosovën A, ne sot e kemi ambientin pak më të mirë se që kena pas. Sidomos në rrethin e Prishtinës dhe Biliqit. Tash Kosova B, cila është më e re, ndodhet më shumë se sa Kosova A, pikërisht për shkak këtyre investimeve që janë bërë në filtrat e Kosovës A. Nëse do të kishte investime tjera, sidomos në rritjen e hapësira gjelbruse, në mos lejimin e veturave të cilat ndotin ambientin, nëse do të investohej më shumë në filtra dhe në burime tjera të ndotjes, sot ne do të kishim ajër shumë më të mirë. Kjo do të mund të shpenzojë edhe në rritjen e eficiencës së energjisë. Për shkak se Nissan që ne kena publiku ka të bëjë edhe me ngrohjen e shkollave, ku shumica atyre ngrohen me çmër dhe dru, dhe të cilat ndotin edhe ato shumë ambientin. Gjithmonë konsiderohen që njëri ndër faktorët kryesor të ndotjes ambientit Kosovës janë termocentralet me thëngjell edhe veturat e vjetra. Këto ditë keni publikuar edhe një statistikë tjetër që doli që metani ishte shumë I lartë në Kosovë. Bosnia më duket ishte edhe Serbia të parat, pastaj vinte Kosova. Jo, Kosova është e para, do të thonë ato shumë fish më shumë se sa vendet e rajonit. Lirimet e metanit nga grumbullimi I borllogut edhe djegja e borllogut janë shumë fish më të mëdha në Kosovë se sa në vende tjera të rajonit. Edhe kjo pastaj shkakton goxha shumë dëme në shëndet edhe në mjedis. Pse ndodh kjo zoti Demi, është mungesa e institucioneve, mungesa e anës ligjore apo ne kemi pas shpesh grumbullohen edhe në deponi ilegale borllog, digjet, pastaj edhe ajo liron shumë metanin, po vetëm grumbullimi I tyre, pastaj nuk ka filtrim apo ndarje të borllogut, mbeturinat prej gastronomisë përzihen me ato industriale dhe pastaj kjo shkakton dëme kaq të mëdha të ambientit, kundërmem lirim të metanit. Mendo? Zoti, zhvillimi progresiv I një shoqërie dihet se është, domethënë, si pasojë vjen edhe mënyra e ndryshme apo ndryshon mënyra e të jetuarit, të cilat zakonisht shoqërohen edhe me çrregullime në ekosistem. Atëherë, ku reflektohet kjo më së shumti nga një, po them,
një zhvillim do ta quaja nëse marrë një shkallë krahasimore me vitet e 90-ta pas përfundimit të luftës është një zhvillim i hafshëm, do të thosha. Edhe një ndryshim edhe i strukturës përgjithsisht. Atëherë ku reflekton ky zhvillim progresiv që është bërë në këto 25 vitet e fundit? Për ne, problemi i gjithë i Kosovës ka qenë matja eksternaliteteve, domethënë për çdo veprim që bëhet në mjedis ose edhe në çdo aktivitet ekonomik e ka një ndikim në mjedis. Ne publikuam dje edhe rreziqet që vijnë nga vërshimet edhe temperaturat ekstreme në Prishtinë. Dhe kjo kryesisht vjen për shkak të ndërtimeve të pa planifikuara ku nuk ka hapësira të gjelbërta të mjaftueshme, cilat kishin me shërbysi për me zbut ngrojen apo temperatura gjatë verës, po ne kemi pa që kena një betonizim të Prishtinës, nëse e sheh Prishtinën, edhe pse në statistika ndërkombëtare del që ka hapësirë të mjaftueshme gjelbër për kokë banori, por aty hyn edhe gërmia e pastaj kjo rrit përqindjen. Por nëse shikojmë vetëm zonën urbane, ne kemi më pakti hapësira gjelbëruese për kokë banori. Domethënë zhvillimi ekonomik do duhej të mos apo të mbahej në asnjë kontrolle që nuk ndikon në shëndetin e popullsisë. Ne si shoqëri civile shpesh na kritiku kur kena kërku politika më të mira sa i përket termocentraleve, duke na thënë dikush që ma mirë është mos me ngri prej ftohtit për shkak mungesës së energjisë. Po ka mundësi tash me zhvillime teknologjike që edhe mos më ngri prej ftohtit, po edhe mos më ngul fat prej tymit. Domethënë kjo është ajo balanca që duhet me gjetë si shoqëri që operimi i gorthyesve do të me funksionu me standarde operatorë të energjisë dhe gjithçka do duhet me i plotësu disa standarde mjedisore. Zakonisht ka disa masa apo janë 3 ato kryesore të cilat e rregullojnë ruajtjen e mjedisit, është masat ligjore, ato teknike dhe edukative kjo e fundit. Ku jemi ne sa i përket këtyre 3 masa? Atë fillova me përmend kur e filluam bisedën me kolegen që ne ligjet i kena të imponuar prej Bashkimit Evropian dhe sa i përket bazës ligjore ne jena shumë mirë. Problemi është tek masat teknike, si po thoni, edhe tek respektimi i tyre. Ne nuk kemi dëgjuar, fakt ka qenë para 2 viteve i vetëm rast që është bërë shumë publik ku dikush dënohet për hudhje të përllogut në mënyrë pa lehtëshme, por janë raste të rralla ato kur dikush dënohet për shkak të ndotjes së ambientit. Edhe një është përvendësimi, thoni që ligjet pozitive janë shumë të avancuara, por që mungon implementimi i tyre, apo jo? Nëse do t'i zbatoheshin ligjet, ne do të kishim një situatë ku shumë veprimtari biznesorë do duhet mbylleshin, shumë qytetarë të dënoheshin duke përfshi edhe pirja dohanit në hapësira të mbyllura, e cila ajo shkakton goxha dëme të mëdha në shëndet. Mirë po, ligjet i kena të mira, nuk do duhet të ndryshojmë apo të zbusim, por keqja duhet me bësh që ato ligje me u respektu, edhe me pas kapacitete monitoruese, për shkak se ne nuk dim sa i kem inspektorët mjedisit, edhe nëse ata veprojnë sipas ligjeve që janë në fuqi. Por më kthye kjo pjesa e vedisimit, kjo është qëllimi përse kem filluar në baza vullnetare Institutin Atlas. Nuk është që ne po publikojmë gjëra që nuk kanë qenë më herët në publik, mirë po vetëm po i bëjmë të kapshme për publikun, për shkak se gjitha ato që kemi publikuar deri tash janë publikuar qoftë prej ASK-s, qoftë prej Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, qoftë prej Bankës Botërore, po ne po i marrëm edhe ato substancat PM2.0, metanin, Nështë apo paraqit në forma më të pranueshme për qytetarët edhe më të qasshme. Kjo përmendem më herët që është mbledh shumë buxhet dhe nda pak, domethënë ka qenë informacion publik gjithmonë, po momentin që publikum në mënyrë vizuale pati efekt. Kjo pati efekt pak më të madh. Edhe te çështja e sëmundjeve respiratore, ju keni publiku po ashtu që thuhet mbi 17.000 raste të hospitalizimit nga sëmundjet respiratore në vitin 2024. Thonë ishte një statistik në 990 raste për 100.000 banor. Sipas Bankës Botërore, kjo sëmundje të i kalon shërimi i saj hospitalizimit $350 milion në vit. Fakt mund të më konë më shumë për shkak se
ky vlerësim i Bankës Botërore është prej vitit 2016, dhe atëherë rastet e sëmundjeve respiratore kanë qenë shumë më ulta se sa në vitin 2023, ku kanë kaluar për mbi 17.000. Siç e përmendet, edhe dyshimet tona, dhe pse nuk i kemi shumë bazuar, është që pjesa më e madhe e tyre vjen për shkak të komunikacionit apo lirimit ndosve prej veturave, se në vitin 2020 kur kishte pandemi, numri i rasteve të sëmundjeve respiratore është Kjo ka qenë edhe në nivel global pati rënje. Po, për shkak se edhe atëherë nëse shikon edhe ndotja në nivel global ka qenë shumë më ulët për shkak të mos qarkullimit veturave, rënjes së aktivitetit ekonomik, mbylljes së termocentraleve të cilat nuk kanë pas nevojë të punojnë. E këtu tek ne keku ka prodhu thujse si herave tjera, por lëvizjet jashtë kanë qenë më të kufizume, edhe veturat cilat nuk kanë lëviz kanë diku që ambienti jetë shumë më i pastër. Shumë më i pastër. Këto statistika që i përmendi pak më parë Berjana janë karakteristikë vetëm për Kosovën, ka një krahasim, sepse shkalla krahasimore nga njëherë tregon një rezultat më objektiv kur e krahason pak a shumë e din ku je. Sepse probleme me organet respiratore nuk është që nuk kanë edhe të tjerët në përgjithësi. Në vendet të rajonit nuk e di sa i përket sëmundjeve respiratore, Serbia pat më të lartë, për shkak se dhënat që i kena marrë edhe për Eurostatit, në krahasim me mesatarën e Bashkimit Evropian janë shumë më të larta. Megjithëse ka rasti përjashtime, Rumania i ka mbi, nëse s'ka bëjnë mbi 1700 raste për 100.000 banor, që është gati 2 i rasteve të Kosovës. Po nëse shikon edhe Rumaninë, po sidomos Serbinë, edhe ta kanë probleme me termocentrale që i kanë të vjetra, sikur ne Tesla, nëse s'ka bëj është e vjetër sa Kosova A. Po në parametra tjerë Kosova është shumë më keq, sa i përket menaxhimit me turinave, lirimit metanit. Bazë Bankës Botërore del që Kosova është një ndër 10 vendet më të ndotëse në botë. E kjo kryesisht vjen për shkak të Si është e mundur kjo kur ne nuk kemi ta zëmë industri çfarë kanë vendet e Bashkimit Evropian, industri e cila natyrisht liron edhe metale të rënda. Si është e mundur që ne të përim për kandotja ndërkaq që realisht nuk kemi shumë tymtar në Kosovë? Nëse merr për kokë banorin e jena shumë më keq. Nëse e merr si ekonominë tërësi, për shembull Gjermania ndot më shumë për shkak se aktivitetin industrial ka shumë më të madh se sa Kosova. Po nëse shikon për kokë banori edhe prodhimin industrial që ne e kemi, është shumë ndotje e madhe. Vendet tjera kanë investuar goxha shumë për shembull në vendet e Bashkimit Evropian nuk mundesh me vozit vetura që vozisim ne. Edhe pse kur shkon me regjistru një veturë, ty të kërkohet gjithçysh me ja bë edhe testin e lirimit të gazrave, ose kompanitë të cilat merren me matjen apo me regjistrimin e veturave, me kontrolla teknike. Kërkohet që me pas edhe pajisjet për matjen e lirimit të gazrave, por pastaj ajo nuk shfrytëzohet ose nuk publikohen ato. Ose shtron teknika sa respektohet prej. Në vendet e Bashkimit Evropian po ka më shumë aktivitet industrial, po edhe ka vallësuar goxha shumë edhe filterat, nuk janë sikur nuk janë në Kosovë na kena termocentrale më të vjetër në Jo vetëm termocentrali, po është një statistik një ditë Berjana e përmendë nëse nuk gaboj, që brenda 24 orësh në kryeqytet qarkullojnë mbi 250.000. Pati thënë edhe nën kryetari i Prishtinës në 250.000 vetura. Zëdidemi, ky është një problem jashtëzakonisht i madh, sepse realisht Prishtina me këto banor që ka është goxha e dendur në kuptimin e shtrirjes, dhe mungesa e drunjve dhe gjitha të tjera. A ka mundësi që kjo formë ndoshta të jetë më produktive nëse kombinojmë fazën edukative dhe atë po them penalizimin apo do duhet një shkop bejsbolli duhet megjithatë mbrapa të qëndrojë nganjëherë. Ne kena pas shumë pak edhe fushatave disuese prej institucioneve publike, por edhe prej organizatave shoqërisë civile. Kur thash bejsbolli figurativisht të tash nuk mendova bejsboll me ligj. Me ligj, natyrisht. Po do duhet edhe ajo, sidomos duke filluar prej ndocëve të mëdha, edhe nuk është problem me identifiku. Për shembull ne do duhet me pas kontenjera ndaras për banorët shtëpiak, ndaras për biznese.
po se cilin lagje tona është që supermarketet, shumicën e burllogët e derdhen edhe në kontinjer ku do duhet ishin vetëm destinuar vetëm për banor, pastaj aty krijohet normal burllog i cili nuk grumbullohet me kohë dhe lirim pastaj të ndocve. Mirë po, ne po shpresojmë që me këtë nismën tonë kemi me ndiku në vetëdijsim. Edhe po shpresojmë që në zgjedhjet e ardhshme tash janë lokale, me pas një ofertë pak më të mirë prej kandidatëve për kryetar komuna sa i përket zgjerimit të hapësirave Gjelbruse dhe me që përmendë zgjedhjet komunale, të cilat gjykimin, jo vetëm timin, po janë zgjedhje administrative, në kuptimin që zgjedhet njeriu i cili administron jo politike, në kuptimin e liderit, e miteve që krijohen, po e njeriu i cili është afër qytetarit dhe i cili vepron për të mirën e tij. A ka mundësi që ta zëm një iniciative juaja apo e një shumësie OJQ-s që me veturat caktohet një limit kohor që mund të regjistrohen ose gjëja e parë që duhet bëhet këtë filtrin që e redukton emetimin e gazave të dëmshëm. Ne kemi kulturë dhe aksionohet liria e individit në këtë rast nëse jemi më të prerë në këso vendime dhe në këso aksione. Ne duhet me ekzistu hierarkia e lirive, s'pari është dash me pas ne si këmsor lirin, pastaj ata me bicikleta, pastaj veturat, po nuk është kufizimi i lirisë nëse krijon zona në qytet ku nuk lejohet qarkullimi i veturave, këto e kanë bërë shumë qytete dhe kjo pastaj ka ndiku se ne shumë kush çuditet kur themi që Prishtina është një prej qyteteve më ndotëse, e pastaj kujtohet Delhi Pekingu e vende tjera, po sidomos Pekingu e ka ullë ndotjen ndikon për 60% për shkak të zgjerimit të hapësirave Gjelbruse, duke mos leju vetura. Megjithëse krahasimis disa është më vend, ato janë qytete milionsh. Multimilionsh. Tek na është më lehtë për shkak se si jena milionsh, ish dash nuk është më lehtë. Po këto që përmende në krahasim me vende tjera, ne në statistikë ndër të para që kemi publikuar që 88% e veturave në Kosovë janë me naftë. Krahasim me vendet e Bashkimit Evropian që janë vetëm 12%, dhe kjo është një dallim kogja i madh se veturat me naftë ndoten më shumë. Po zoti Demi gjithmonë është lidhur edhe me aspektin ekonomik, zhvillimin ekonomik në vend. Çështja e naftës, e veturave tashmë me energji elektrike. Në anë tjetër, me që hapi këtë temë, është një mendësi e instaluar te qytetarit kur blen, personalisht kam edhe përvojë të tillë, kur blen për shembull kur unë kam ble vetur që duan veturën me dizel. Më kanë gjyku pse benzini është më pak ndotës krahasu me naftën. Dhe kur unë kam dhënë shpjegim se çështje ekonomike. Pak të kontriboj, jo, kjo harxhon më, është mendësi. Si mundet të qytetarëve tash është edhe kjo edhe incentivat financiare tash askush ose pak kush ka mundësi financiare me ble hibrid ose veturë elektrike. Mirë po këtu pastaj vijnë ato politika shtetërore ku nëse largohet akciza dhe veturat përdorura dhe për shkak se ka raste tash duhet me pagu edhe për veturën elektrike cila ka qenë qarkullim është tani vjet ose 6 muaj në vendet e BE-s, në ka lirime cilat kishin pastaj më shty njerëz me marrë më shumë vetura elektrike. Gjatësia atyre fatkeqësisht është më e vogël se për shembull me marrë një dizel ose benzin, mirë po vende tjera për shembull ne tash e kemi në këtë rastin e importimit të veturave prej Kores, e pikërisht se shumë ka pasur edhe Kores jugore. Ka pas shkoptime që janë për shkak përmbytjeve dhe janë vetura të vjetra të papërdorshme, por qëllimi është atje nga ky vit kanë hyrë politika ku nuk lejohet qarkullimi i veturave me naftë dhe për shkak ata është dashur me largu, shteti ka subvencionuar veturat hibride dhe me rrymë, pastaj natyrisht ato janë më lirë dhe janë shih në vendet si Kosova dhe Shqipëria. Një vend si Kosova që ka thënë gjellë si pasuri nëntoksore, e në anën tjetër me investime të cilat qeverit janë mundu të bëjnë, sidomos te kjo pjesa e energjisë ripërtrishme. Ku mund gjendet ai mesi i artë? Po ne jena në krahasim me vende tjera jena më shumë prej varur prej çmyrit, i kombin 90% e energjisë që prodhohet edhe ne e përdorim është prej çmyrit, edhe ka më qenë shumë vështirë
me dalë 100% është në renewables apo në energji të repërtritshme. Me për një raport të Bankës Botërore që u publiku në 10 orë të vitit kalum, thotë që nëse nuk bëjmë asgjë deri vitin 2050, kostoja shumë më madhe se sa nëse fillojmë deri tash reformat për me mbyll termocentralet edhe me i hap mundësi investimeve në energji të ripërtritshme. E kur them që kostoja është më e lartë, është jo vetëm shëndeti, po nga viti i arshëm ka me qenë edhe kjo taksa e karbonit që vendet e Bashkimit Evropian kanë me imponu në ato vende si Kosova, cilat eksportojnë në vendet e Bashkimit Evropian edhe nuk mundin me dëshmu që një pjesë të energjisë e kanë prej burimeve të ripërtritshme. Nëse 100% e energjisë mirët prej qenurit, taksa eksportit ka me qenë shumë më e madhe dhe kjo i bën pastaj të pakonkurrueshme në treg të Bashkimit Evropian, edhe kjo paraqet kosto shtesë për Kosovën. Andaj sa më herët që institucionet publike fillojnë me i marrë këto masa që një me ndihmu sektorit privat me kalu këtë tranzicion, me i hap mundësi më të mëdha investimeve në burime të ripërtritshme, reformimin e transportit, për shkak se nuk është vetëm me ia dhënë mundësinë me blej vetura elektrike, po nëse rregullohet transporti publik, bie përdorimi i veturave. Përdorimi i veturave, unë tash është një projekt një kompanie gjermane që ka propozuar këso trena që vendosen lart edhe janë vetëm me një vi. Kostoja e tyre dikon sillej për 20-25 milion euro për 1 kilometër, mirë po se po më Prishtina nuk i ka më shumë se 20 kilometra. Tash si kosto sa është e përballueshme, sepse energjia e ripërtritshme ka një kosto, goxha më të lartë ndoshta me. Ne kur kemi filluar në ngap atëherë të shoqërisë civile, te kërkonim më shumë investime në renewables, më falë se të ripërtritshme, energjinë e ripërtritshme. Kosto e ka qenë shumë më madhe dhe Banka Botërore, institucione financiare thonë që kjo nuk është e mundshme për shkak se nuk janë të qëndrueshme si investime. Mirë po tash nuk e thot askush, mas 10 viteve, kostoja e tyre po bie dushëm, sidomos e energjisë solare, dhe ne kena mbi 250 ditë me diell, vende tjera janë të shfrytzuar shumë më shumë. Ka një problem zoti Demi, sepse ata kërkojnë hapësirë, shtrirje shumë të madhe, dhe ne jemi 11.000 kilometra katror, është problem kjo çështje. Po shumica e vendeve kanë filluar për shembull në kulmet e banesave. Kjo kishme zgjidhur me një guri 2 probleme, se gjitha banesat e vjetra që janë në Ulpian edhe në pjesë tjera të Prishtinës janë me azbest, të mbullura me azbest, edhe kjo është kancerogjene dhe komuna apo ministria kishte mund me i largu ato dhe pastaj me vendos panele solare që kishin me furnizuar një pjesë të energjisë. Një pyetje hipotetike, sikur ne të kishim marrë një vendim që në vitet e pas luftës të ndërtonim një termocentral. Unë e di një rast konkret kur japonezët kanë ofruar teknologjinë e fundit për ta ndërtuar dhe kostoja dikon nëse nuk gabojm ka qenë 800 milion euro, dollar, për ta përfunduar një termocentral. Pyetje hipotetike po them. Sikur t'ishte i jetësuar ai projekt, a mendoni se do të ambientin po njëjtë sakta, megjithse ata japonezë e di sakt se kanë ofruar dëshmi se ndotja do të jetë dukshëm më e ulët si sa sot. Jo, po ne ju jeni gjatë në gazetaria dhe dini edhe ju si ka shku kjo projekti për Kosovës 3, njerë ka fillu me 2100 MW dhe ka pas interesim për kompanive të mëdha, Cezia, kompani tjera kanë pas zyre këto, kanë financuar edhe ish politikanë edhe njerëz të shoqërisë civile për me shtypjet se projekt po. Pastaj është ndryshu për 2100 në 1600 në 500 nëse s'gaboj ka qenë era fundit. Nëse do ndërtohen në vitet 2025 do kish kalu gjysmën e gjatësisë edhe deri në 2040 e kish kalu. Edhe nuk do të këto përmasa, absolutisht. Jo, po tash është thuajse e pamundur për shkak se Kosova ka marrë obligime që jo që nuk do të ndërtoj treja, se tash kena pa në fushat gjallore edhe premtime për ndërtim termocentrale, po tash është edhe praktikisht e pamundur. Shteti i Kosovës nuk mundet me i gjetë 1 miliardë më shumë për me ndërtu një termocentral. Në anën tjetër nuk ka asnjë bankë në botë që përveç Kinës
cila ende financon projekte tilla ku ne nuk kena marrëveshje ose bashkëpunim me Kinën. Asnjë bankë evropiane apo amerikane. Ky ka qenë qëllimi që apo arsyeja Contour Global që dështoi për shkak të mungesës së Kemi pasur edhe një dështim tjetër, ka qenë edhe një termocentral me gaz i propozuar. Po tash realisht si vlerësohen iniciativat e qeverisë këto viteve të fundit që bën disa. Gjithë janë ad hoc, nëse shikon strategjinë edhe këtë të energjisë ato paraprake kanë pas 3 opsione me ndërtu një termocentral 3, me i renovu këto ekzistueset, me kalu krejt në energji të ripërtërshme, por pastaj nuk është bëha gjatë na komplet dhe këtu jena me inercion dhe tash qendja në Kosovën sidomos është aq alarmante sa mundet me pas edhe shpërthime edhe me mbet për shkak se është tu përdor kapacitetet e fundit. Është gati jashtë funksionit. E kjo me gaz tash ka ndryshu komplet projekti. Është projekti qeverisë amerikane me MCC për ndërtime një baterie cila kish me shërby si ruajtje e energjisë qoftë prej diellit, qoftë prej erës, qoftë prej termocentraleve të qymyrit, pastaj me u përdorur ku ka nevojë. Mirë po tash me administratën e re amerikane edhe ai projekt është si diskutabil dhe nuk dihet nëse do të. Zoti Lemen, po problemin më të madh që kemi realisht ujë pak. Kosova ka pak ujë. Është parapa që të ndërtohen, nëse nuk gaboj, 4 apo ujë mbledhës gjigant, siç është liçen artificiale. Po pak a shumë si ujmani, jo të atyre përmasave, më të veçën. A ndikojnë këto në ekosistem pastaj? Po mënej EBRD apo Banka Europiane për Rinërtim e Zhvillim ka një projekt për lidhjen e Ivrit me Lepencin, për shkak se ndoshta unë jam ai i fundit që kam marrë vesh, po nuk ka ekzistuar asnjëherë si sistem i Lepencit, ne i kemi thonë i Lepencit, po nuk ka ekzistuar bazeni i tashmë. Edhe është ai projekti i Bankës Europiane për Rinërtim e Zhvillim për mi bashku dhe pastaj për me i furnizu me letë edhe këto bazenet e ujit në Badac, sidomos këto në Badac. Me të drejtë nuk i di planet e qeverisë për ndërtimin e bazeneve të reja, do duhej me mendu në drejtim për shkak se deri tash ata që kanë mendu për burimet e ujit janë kryesisht organizata ndërkombëtare, qoftë Banka Botërore, qoftë qeveria gjermane, dhe e di që është një projekt për ndërtimin e një bazenit të tillë të ujit në rajonin e Anamoravës, për shkak se është vërtetuar prej studimeve të Bankës Botërore se ai rajon është ka mas pak të rreshje krahasim me pjesën tjetër. Si qëndron me cilëtetin e ujit, sepse këto ndryshime, këto zhvillime, hedhja e pakontrolluar ndryshojnë edhe strukturën edhe biologjike edhe kimike. Kualiteti i ujit është i mirë për shkak se matet rregullisht për Institutit të Shëndetit Publik. Problemi është prej bazeneve të ujit ndaj vinë shtëpitë tona 50% e ujit humb, jo vetëm Prishtinë, por edhe në Prizren, Pej, Ferizaj, Gjilan, për shkak të rrjetit të vjetruar vjedhjes. Infrastruktura ndoshta nuk është ndërruar sa duhet. Edhe gypat janë shumë vjetra, ato janë kancerogjene, disa janë me azbest. Edhe kjo është problemi më i madh, domethënë. Gjendja e lumenjve. Ne kemi po ne shumë pak kena ujra mbi toksor, tash mos ta marr rolin e njerëzve kësaj fushë, për shkak se FC ka qenë në fillim që nuk jem njerëz i mirë i kësaj fushë, por ne si Kosovë kemi suçet kena pak ujra mbi toksor dhe ato që i kemi janë dot me hudhjet me turinave dhe ujrave të zeza. Kjo sidomos ka ndodhur për 25 vitet e fundit me gjasë më të madhe. Kemi pasur edhe gryrjet lumejve. Kanë ekzistuar projekte për ndërtimin e pastruesve të ujit apo kolektor për pastrimin e ujit dhe pastaj shfrytëzimin e tij për qëllimet qoftë bujqësisë, qoftë qëllime tjera. Mirë po nëse s'gaboj vetëm i tillë që funksionon tash në Kosovë është në Skënderaj, një që ka qenë i planifikuar në rajonin e Gjilanit edhe në pjesë tjera të Kosovës nuk janë ende funksional. Zoti Demi, dhe krejt përfundme që edhe pak përfundojmë emisionin, cilat janë ato pikat ose masat më emergjente që do duhej të merreshin këtë drejtim nga ana institucioneve, cilat e kanë në dorë këtë punë? Një prej asaj që kemë vënë deri tash është një menaxhimi më i mirë i mbeturinave. Nëse vizitohet deponia e Mirashit, është një prej ndodhësve ndoshta më të mëdha në Ballkan, më i madh se pluhuri i Kekut, edhe aty është shtresuar metani dhe gjithë ata që vizitojnë edhe
e njohin si problematik, ngrejnë shqetësime që nëse shpërthen, ajo mundet me pas një radius për 10 kilometrave që mundet me ndiku, për shkak se është shumë e mundshme me udhëz dhe me shpërthy. Domethënë veturinat, cilat nuk ka një menaxhem të mirë, veturat, që thash, për shkak se nuk është vetëm Prishtina që ka probleme me ndotjen, ka edhe Peja, Prizreni, Gjilani, për shkak se po përdoret edhe çmyri dhe druni për ngrohje dhe mungesa e ngrojeve qendrore, si është kjo termokosit, që kishme zgjidhur shumë probleme, po ndikon që qytetarët edhe në zona urbane, jo vetëm në rurale, ta përdorin çmyrin edhe drurin për ngrojje. Zërdeme me Xhberiana tha që i fundit po ndërhyjnë këtë, sepse realisht kryeqyteti ka shumë problem me mbeturina. A është ky problem real që është i pasgjellshëm? Ta zëmë nëse një qytet disa milionësh nuk ka probleme të tilla. Pse ne kemi? A është problem vërtet real, apo s'ka vullnet ndoshta, se shpesh herë gjërat varen nga vullneti politik i individëve të caktuar. Po ne paguajmë tash përveçit edhe tek ne shumë pak për menaxhimin e burllovit, nëse s'ka bërë është 4.7. Jo është 6,20 €, po e di se sot e paguva faturën e veturinave, është 6,20 €. Tash po kryetari i ri i Prishtinës ka bërë një zgjidhje me angazhimin e kompanive private, tash ka një konkurrencë me shanda argjentime që tash kontinjera nuk mbushen, po kjo është probleme që konflikti mes nivelit qendror dhe lokal, pastaj edhe krijimi i këtyre kompanive që nuk japin llogari as ministrisë, as komunës, as shërbejnë si ishujnë veti, ka kriju probleme se kujt ta ka përgjegjësia dhe kush më mbajt në llogari. Tash po është zgjidhje praktike kjo, edhe pse më e kushtueshme me siguri tash çfarë ka faturë më shumë, për shkak se këto kompanitë private i kanë edhe kamionat më të mirë, dhe po shoh që kanë edhe tabela për Shqipërisë, me siguri nuk ka kapacitetet brendshme për me bërë gjithë ato mbeturina, por gjendja në kompaninë publike pastrimi ka qenë shumë e keqe. Ne sa kam qenë nga për këna pas një projekt për me ndihmu kompanisë, edhe kamionat kanë qenë shumë vjetër, kontinjerët janë dëmtu, ata bëshën hajgare që kanë herë nisë me mbledh bërlogun edhe kamionin na jetë bërlog se kanë qenë vjetra. Kanë qenë shumë vjetër edhe këto s'ka pas investime për me ble, po ndotja ishte eliminu si në rastin e Tiranës, nëse ishte investu pak më shumë edhe në kontinjer nën toksor, pastaj edhe kish pas edhe ndarje të mbeturimeve. Tash nuk ka sistem ndarjes. S'ka riciklim nuk ka riciklim, një pjesë shumë e vogël riciklohet. Këto janë probleme që nuk po zgjidhen për nivelin qendror dhe lokal. Nëse komuna tash e ka gjetë një zgjidhje praktike të afatshkurtër, del niveli qendror që çon gjykatë kushtetuese, tash më duket është bloku edhe për gjykatës kushtetuese. Nëse niveli qendror e gjet një zgjidhje, del një parti tjetër. Niveli lokal që e bllokon si proces. Edhe këto probleme që për çdo zgjidhje dikush të nxjerr një 4-5 probleme. Zoti Demi, unë të falenderoj shumë për kohën tuaj. Faleminderit për ftesën. Të nderuar dëgjues, jeni në fund të emisionit Radio Fokus, programin e parë të Radio Kosovës, nga unë Berian Mustafa dhe kolegu Mendu Hysa. Dëgjohemi sërish nesër në të njëjtën kohë.